Në kulmin e fushatës zgjedhore, Sali Berisha si ka plasur një skandal tepër i rënd. PD ka firmosur kontratë $6 milion me një kompani amerikane lobimi, qëllimi kryesor i së cilës është që Berishës t'i hiqet non grata. Nuk dihet se si i ka bërë kalkulimet opozita për dalja e kontratës tani, duket se i ka prishur shumë punë. Edhe nëse non grata hiqet para 11 majit, sërish nuk do të ketë atë efektin që do të kishte nëse nuk do ishin hedhur miliona. Kjo pasi praktikisht, nëse dashesh bën atë vendim, i bie që hiqja e non gratës është blerë. Por ka shumë diskutime dhe pikpyetje se sa e lishme është kjo kontratë. Deri më sot, kemi parë shumë kontrata lobimi nga partitë politike, madje sot Ilir Meta është në qeli për një rast të ngjashëm. Gjithë problemi është tek burimi i financimit. Nuk ka asgjë të keqe të lobosh në SBA, por kemi të bëjmë me një shumë të madhe parash dhe nuk e dim nga kanë dalë të paktën $750.000 e dhënë në dorë. PD pretendon se nuk ka nxjerr asnjë kacide dhe financimi është bërë nga patriotët në SBA. Pikërisht kjo pjesë krijon të lashe, pasi kodi zgjedhor dhe ligji për partitë politike kanë përcaktime specifike. Së pari e ka në dorë KQZ, e cila duhet të përcaktojë nëse ky lobim futet tek shpenzimet e fushatës apo jo, pasi nëse futet aty, do brenda 60 ditëve nga publikimi i rezultatit, duhet të bëjë deklarimin e financave. Ndërkohë të dy ligjet, si kodi zgjedhor dhe ai për partitë politike, e kanë specifike se dhurimet, qoftë nga persona fizik, qoftë nga ata juridik, nuk duhet kalojnë shumën e 1 milion lekëve. Pra të 10 milionëve lekëve të vjetra, si do justifikohen kaq shumë para? Nuk na i merr mendja se Berisha do çojë një listë me mira emra që kanë dhënë kush $100 e kush 200 që të paguhet marrëveshja, plus duhet të deklarohen edhe milionat që ka marrë Kris Lësivita. Edhe vetë Ilirian Celibashi tha se testi do të jetë pas 60 ditësh, dhe aty PD do duhet të bëjë transparencë. Deri atëherë as KQZ dhe as PAK nuk bëjnë dot gjë, pasi ka shumë tymnaj dhe mister, por e sigurt është se kjo kontratë më shumë do hapte lashe se sa do ta ndihmojë Berishën.